Fatmira Zenuni, motra e Besnik Zenunit, pronarit të restorantit Il Cavaliero në Velipoj, i cili humbi tragjikisht jetën për shkak të plagëve të marra gjatë shpërtimit të gazit në pronën e tij, ka reaguar në lidhje me publikimin e bërë në media sociale një ditë më parë, ku shfaqej fotoja e vajzës së të ndjerit, e cila sipas mediave ka kërkuar ndihmë financiare për të kuruar vëllain. Gjatë një interviste për Star Plus, Fatmira Zenuni hedh poshtë publikimet duke thënë se familja e saj nuk ka nevojë për ndihmë financiare. Do të drejtohem popullit të nderuar të Shkodrës, që mos të japi asnjë lek për të ndihmuar familjen time, se familja ime nuk ka nevojë për lek. Vllai im i quajtur Besnik Zenuni është një ndër biznesmenët më të parë të Shkodrës dhe ne nuk kena nevojë që të na japi ndihmë. Motra e të ndjerit hedh akuza të rënda ndaj kunatës, duke thënë se kërkesa për ndihmë financiare mund të jetë bërë për të mbuluar pronat që ka lënë pas Besnik Zenuni. Kjo thirrje në media bëhet për efekt mbulimit të pronave, që mos di populli i Shkodrës sa prona kena ne, dhe unë dyshoj tek Njerka dhe nëna e Ndjerkës të djalit ton, Nipit, se Nipi nuk ka nën, i ka vdekur nëna, që kërkon për të fshehur pasuritë e vllait tim. Në lidhje me gjendjen shëndetësore të nipit të saj Hektor Zenunit, i cili aktualisht po kurohet në një klinik të specializuar në Turqi, Fatmira Zenuni thotë se është paguar çdo kosto financiare, ndërsa 33 vjeçari është nën kujdesin e mjekëve. Gjendja shëndetësore a 70% është i djegur. Spitali turk ka nisur në Rinas avionin personal privat për Hektor Zenunin. Edhe ka paguar avionin, ka paguar edhe garancinë për të shkuar në spital për të hyrë brenda. Lekët janë paguar, djali është 2 ditë në spitalin turk. Motra e të ndjerit Zenuni ka kërkuar përmes Star Plus që të pastrohet figura e vëllait të saj, pasi sipas saj pretendimet për ndihmë financiare janë të panevojshme. Unë nuk kërkoj asgjë, kërkoj të pastrohet fytyra e vllait tim, e biznesmenit Shkodrës.